Silvinjo nuk është më trajneri kombëtares. Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur të ndërpres zyrtarisht bashkëpunimin me brazilianin. Tekniku ishte në përfundim të kontratës së tij, e cila skadonte në fund të muajit qershor, dhe pavarësisht bisedimeve që ishin zhvilluar për një zgjatje të mundshme të marrëveshjes, palët kanë gjetur dakordësinë për të mos vazhduar më tej. Ky vendim vjen si pasojë e mosarritjes së objektivit kryesor, kualifikimit të Shqipërisë në fazën finale të kampionatit botëror. Bashkë me Silvinjon, nga stafi teknik do të largohen edhe dy ndihmësit e tij kryesor, Doriva dhe Pablo Zabaleta, duke sjellë një ristrukturim të plot në pankinën kuqezi. Largimi vjen vetëm pak ditë përpara se kombëtarja të zbresë në fushë për dy ndeshje miqësore të planifikuara në Tiranë. Shqipëria do të përballet me Izraelin në 3 qershor dhe me Luksemburgun në 6 qershor. Silvinjo mori drejtimin e Shqipërisë në fillim të vitit 2023, duke nisur një cikël që do të kulmonte me një nga arritjet më të rëndësishme të futbollit shqiptar. Në drejtimin e tij, kuqezint arritën të kualifikohen në Euro 2024, duke u renditur të parët në grupin e tyre kualifikues, një ecuri që u vlerësua për stabilitetin taktik dhe rritjen e performancës së përgjithshme të grupit. Në fushatën e fundit për botërorin 2026, Shqipëria u pozicionua e dyta në grup, pas Anglisë, duke lënë pas Serbinë dhe duke siguruar fazën play-off, ku eliminua nga Polonia me rezultatin 2-1 në ndeshjen e zhvilluar në Varshavë. Gjatë periudhës 3 vjeçare në stol, bilanci zyrtar i Silvinjos me Shqipërinë numëron 34 ndeshje të zhvilluara. Në udhëheqjen e tij, ekipi regjistroi 15 fitore, 7 barazime dhe 12 humbje, duke grumbulluar një mesatare prej 1.53 pikësh për ndeshje. Në aspektin e golave, kombëtarja shënoi 40 herë dhe pësoi 30 gola. Përtej numrave, epoka e brazilianit solli një qasje të re organizative dhe një rritje të vlerës së lojtarëve në tregun ndërkombëtar.